Mirë se erdhe akrep të dashur në letrat rrëfenj. Jam Diana, do bëj leximin e radhës për ju. Para se të fillojmë leximin, do t'ju tregoj një zakontimin që bëj çdo sezon, çdo stin, apo si do ta quani. Pastroj mendjen time, në kuptimin duke menduar çfarë kam bërë gabim, gjithë këtë dimër, çfarë duhet të ndryshoj, kë person duhet të marrë me vete këtë lë, çfarë zakone duhet të heqe që të mund të ecë përpara dhe kështu me radhë. Pra jemi afër pranverës, dhe pranvera nuk është vetëm për të lulëzuar, për të na bërë të ndjehemi mirë, por dhe për të pastruar veten tonë. Seleksionojmë të dashur. Është koha të heqim gjithçka që nuk na shërben më. Zakonet që na mbajnë në vend, marrëdhëniet që na lodhin, mendimet që na bëjnë të dyshojmë në vlerën tonë. Jo çdo gjë që kemi mbajtur të dashur akrepër deri sot duhet ta marrim me vete më tej. S'është patjetër. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë thjesht pengesë, barr për ne. Pranvera apo ky sezon, apo cili do sezon të vi, na kërkon të jemi të sinqert me veten. Çfarë bëra, si e bëra, çfarë po më ndalon të ecë përpara, çfarë po e shtyej nga frika se mos gaboj, çfarë po mbaj vetëm nga zakoni që jemi mësuar. Pra, është momenti, është thjesht si ide për ju, nuk është patjetër ta bëni. Është thjesht momenti të vendosim qëllime të qarta. Jo për të dukur më mirë para të tjerëve, absolutisht jo, por për të ndjerë në paqe me veten tonë. Letrat që kemi për ju është para Strength, që është guximi, Universi, Mbreti i shpatës, 8 të shkopive dhe Asi i kupës si rezultat. Ku është akrepi tani? Jeni në një fazë kontrollit të brendshëm. Ke kaluar shumë absolutisht, por nuk po reagon më me shpërthime siç bëje ndoshta më përpara. Forca jote tani është qetësia dhe durimi, larg presionit. Je shumë më e fortë apo i fortë se sa mendon, sepse nuk po lufton më gjithçka apo të panevojshme. Çfarë po ju pengon të dashur akrepër? Ndjenja që duhet të mbyllet gjithçka një herë mirë, po kërkon ndoshta një përfundim perfekt, një përgjigje totale, një shenjë të madhe nga universi. Pengesa e vetme është pritja për mbyllje absolute, po të vonon hapin tjetër. Çfarë duhet të largoni, akrepër? Ftoftësinë e tepërt ndoshta mendore kësaj radhe, analizën pafund, akrepër, të prerët e gjërave vetëm me logjik pa i dëgjuar zemrën. Hiq dorë nga mbrojtja emocionale që të ka bërë shumë racional. Apo racionale. Çfarë duhet bëni ndryshe? Vepro. Mos e shty. Mos e mbaj energjinë të bllokuar, që është goxha një energji e bukur. Kjo letër të kërkon në fakt lëvizje të shpejtë, përgjigje të drejtë për drejta, vendime pa vonesë. Kur e di çfarë do, pse duhet ta shtyesh? Bëje hapin tani. Rezultati dhe ardhmja apo i gjithë këtij leximi, fillim emocional i pastër, dhe kjo më vjen mirë, hapje zemre, diçka që vjen pa barrë nga e kaluara. Kjo mund të jetë një marrëdhënie më e shëndetshme, pajtim me veten, ndjenje pa frikë. E ardhmja jote fillon kur lejon veten të ndihesh pa u mbrojtur. Mesazhi për ju të dashur është çfarë duhet larguar, pritjen për përfundime perfekte. Ftoftësinë mendore, absolutisht duhet gjithmonë të jemi në atë balancën mendje dhe zemër. Analizën që të mpin, të lë në një vend. Çfarë duhet të bëni? Veprime të drejtë për drejta, akrepër, hapje emocionale, besim tek ndjenjë dhe situata të reja. E ardhmja jote nuk vjen nga kontrolli, por nga guximi për të hequr apo për të kapur zemrën pa para kushte.